Miq, jam në Librazh, jam me zoti Enver Hoxha. Duket pak kështu, po është vërtet emri i zotrisë. Krajsi që gëzohem me mikpritje sot në këtë vend po kaq jemi bukur. edhe mirë se erdhët. Ku jemi fiks? Si e ka emrin? Tu jemi në lagjen numër 1, rruga Shërbeniku, Bujtina, Hom 12. Pra, është Librazh. familja më e madhe në Librazh me 12 persona. Ka janë 12. Mami, babi, gjysha që ka qenë, shkon në 15 familje madhe. Edhe bëm 12 dhoma. Tani bëm 12 dhoma sipas familjes, pra. Familjes që nëse familja vazhdon shtonë, është dhoma? Që të rrinim gjithmonë bashk. Edhe megjithëse janë larguar i pjesë, ne vim fund viti, mblidhemi këtu, pra ne u bën dhe dhoma shumë që të kenë gjithse kush dhomën e vet. Dhomën e vet, po nuk është vetëm kjo, është drejtim për klientët sot. Po, pra, mblidhemi jemi këtu. Pavarësisht se ne kemi shtëpitonat, po këtu të gjithë ne kemi nga i dhomë. Pra është ajo që mblidhemi si familje. Edhe pjesë e motrave që nuk jetojnë, ka dhomat e veta, i gëzojnë fëmijët atyre. Me vjen mirë për këtë gjë. Kështu, duke parë këtë që u bën spontane, duke kontribuar gjithë në këtë biznes, pastaj bën biznes sepse kjo ndodhi mirëmbajtur. E drejt. Edhe ne kush do vinte ta mirëmbante, të gjithë ishin jashtë. Këto janë vetëm unë e 2 vëllezër jemi këtu, të tjerë jashtë. Por sot kjo është funksionale. U bëm që ta hapim për biznes, bujtim për të flitë, edhe hodhëm booking. Dhe sot kemi francez, gjerman, vin nga gjithë bota, nga rus, çfarë nuk vin. Tani vin se keni mikpritje të mirë, vin se jeni fis i mirë, edhe i madh, apo vin që keni një pamje, është ambienti, është pamje, është ushqimi. Këtu i jetë gjitha, ka qatë shikojsh... Qa shërben të Bujtina juve? Pashtë ke pula, ke rosa, bën verë vetë, bën reki vetë... Të gjitha këto janë... Gjitha ushqim i pastër bio. E kemi vetëm për personelat që flenë këtu, që rinë këtu. Jo për lokal, për qytetin që të vinë... është vetëm për hotelerin. Desha të tërgosh mu, po edhe atyve që na shohin, se na shohin goxha njerëz. Nuk e dije që po na shiftin. S'ka gjë më bukur spontane. Do më tregosh pak punishtën e verës, se ata njerëz që mund të vinë të flenë këtu, që të konsumojnë edhe gotë reki bio nga ty, me vreshat e rushi që jona mund të tregoj, por edhe verën që ti e nxjerr vet. Do më tregosh pak zotin Enver? Po, patjetër.